Pas filtrit me Casey-n brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loranda Srama fejohet në fshehtësi me bjondën misterioze. Këngëtari i njohur Lorenza Srama disa javë më parë zbuloi se është në një lidhje dashurie me një vajzë, identitetin e të cilës akoma nuk e ka bërë publike. Mirëpo me sa duket lidhja e tyre është serioze dhe këtë gjë ka treguar vetë ish banori Big Brother VIP. Ditën e sotme gjatë një interviste, Lorenzi tha se vajza në fjalë ka edhe një unaz në gisht, duke treguar kështu që çifti janë fejuar me njëri tjetrin. E ka një unaz në gisht, s'ka plane për dasëm tani. Ajo thot që është fansja ime më madhe, ndërsa kemi një problem dhe është ky. Sa herë dëgjon një këngë timen, unë e ndëroj direkt. Unë nuk i dëgjoj këngët e mia. Kur doli hëna, ma dha direkt atë ndjesin. Tani nuk e dëgjoj, ka thënë këngëtari. Këngëtari ishte një ndër banorët e Big Brother VIP, i cili bëri bujë të madhe për romancën me Casey Medinin. Teksa ishte në një lidhje dashurie shtëpisë, ai nisi të afrohej dhe të flirtonte me vajzën e Sabianit, me të cilën kishte pasur një romancë, si dhe të xhelozonte për lidhjen e saj me Kristel Liejn. Por të dy vendosën të shkëputeshin nga njëri tjetri dhe Lorenza Srama kërkoi falje partneres. Gjithçka nga jeta e tij private është preferuar të mbahet një sekret, madje edhe ceremoninë e fejesës duke vendosur ta jetojë këtë dashuri larg syve të publikut.